Jemi këtu në sheshin e Prishtinës, ku në pranë vetës kam Aferdita Muratin, e cila qysh 9 vite merret me bujqësi, pra me boronica. Përshëndetje dashur. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit për mikpritjen dhe shpresoj që nuk je lodh. Jo, nësë lodh, nëse kur të punojsh nuk lodhesh, na e kena një rutinë qysh prej mëngjesit për orës 5, kur fillojna me punu dhe deri në mbrëmje për neve është gjithçka në rregull. Atëherë unë e ceka që 9 vite, domethënë merresh me bujqësi, tregom me ato fillimet e tua. Po unë kur fillova. Ka ardhur ideja. Po unë kur fillova në vitin 2015, domethënë me kultivimin e frutave të emta. Rreth 13 vite kam jetuar në Kroaci, atje kemi pasur biznesin tonë me pemë dhe perime dhe në Bregdetin në Kroat kemi punuar. Jam kthyer në Velindje dhe ideja ka qenë qysh kur kam qenë në Kroaci, domethënë që të hapi një biznes kur kthehem në Kosovë, po të drejtën me thënë që të merrem me bujqësi nuk e kam paramendu, ku mendu diçka tjetër. Por ideja erdhi pasi kisha tokë të mjaftueshme dhe pse mos të punoja në tokën time dhe të jem drejtuese e biznesit, domethënë të jem edhe një si lloj që t'inkuadroj edhe familjen time, pse të shkojnë punojnë një punë tjetër, kurse të punojmë në tokën time dhe të fillojmë një biznes të ri. Po, domethënë ka qenë veprimi më i duhur që e ke bëu kur je kthy prej Italisë. Prej Kroacisë. Prej Kroacisë. Po veprimi më i duhur ka qenë kjo dhe ëndra ime moralizue, se pasioni im ka qenë të kem një biznes timin dhe jam shumë e kënaqshme. Domethënë kam edhe familjen time, bashkëshorti, fëmijëtia, doma. Për krajen më të madhe kam pasur nga familja ime, domethënë bashkëshorti dhe fëmijët, edhe pse ka pasur paragjykimet se qysh për shembull një grua të filloj me bujqësi dhe të merret me për shembull dhe tjetë në tregu në panajiret merret, po ajo mua nuk kam pegu se ne kam pasur për krajen e familjes dhe një eksperiencë gjatë në Kroaci, cilën kemi pasur biznesin tonë. Jam shumë e kënaqshme. Produktet e mia janë domethënë në treg, kemi marrëveshje me markete, jemi në Shpan Meridian, frutaria Pemperime TC, gjendem në gjithë territorin e Kosovës. Janë lagje natyrale 100%, janë lagje shëndetësore. Kur kom fillu me Aroni nuk e ka njoh këtë produkt, se ky ka qenë më shumë import. Tash produktin tonë e njohin, domethënë kjo është 100%. Po. Kjo është krejt me shtrydhje të ftoftë, përdoret me një sasi të vogël, 50 ml në mëngjes, 50 në mbrëmje, vetëm ata të cilat kanë tension të ultë mbarrin mas ushqimit edhe fëmia. Kjo ndikon brenda një gjysore në gjak, domethënë është prej imunitetit pa gjaksisë, infeksione bakterie ndryshme, antikancerogen, stabilizimin e sheqerit dhe yndyrës në gjak e shumë veti tjera ushqyse, po ashtu kemi edhe boronicën e malit. Boronicën e marrim nga bjeshkët e Bajgorës, është 100% natyrale, domethënë këto mundë me përdorë edhe bebet, se është organik. Po ashtu kemi edhe dëgjema ndryshëm, që gjithë janë pa sheqer, domethënë të mjedrës, por ka edhe disa konsumatorë të cilët kërkojnë të kenë një gjem ose një reçetë Aronis me pak sheqer dhe jam mundësoj edhe bi në tregun mobil. Dhe jam shumë e kënaqshme domethënë që jam këtë treg, se ky treg ka filluar që nga viti 2015, ka qenë një projekt shumë i qelluar, domethënë për përkrahjen e fermerëve dhe produkteve tona nga toka jon, produkte domethënë vendore, dhe jemi deri në 10 orë, domethënë para festës dhe fillojmë tani në pranverë. Po, tregomi në pak ato sfidat e tua gjatë fillimeve, kur ke fillu edhe që je kthy prej Kroacisë, se ndron ambiente, ndron gjithçka. Po që sfidat ka qenë shumë, ta se ne jemi ardhur veç me automjet, domethënë jam marrë veç gjithçka ka qenë e djegne. Nuk kemi pasur asgjë, kemi filluar nga zero. Kur kam filluar domethënë kur jam marrë prej Kroacisë, jam shku te mami jem. Dhe deri sa kena fillu, kena ndërtu shtëpi, po falë punës të cilën dhe kena bërë në Kroaci, kemi pasur ardhuna, domethënë kam filluar me ndërtimin e shtëpisë, pastaj kam fillu e fëmija kam pasur vështirësi nga gjuha kroate në gjuhën shqipe, kjo ka qenë edhe një sfidë me një herë, po falë asaj se unë kam qenë edhe si mësuese, si profesorish afër fëmijëve të mi dhe kanë arritur suksese, i kam 3 ekonomista, vajzën e magjistruar me kursat, janë një krah i fortë i imi në biznesin tim. Po ç'është ndihesh pas këtyre arritjeve? Ndihem shumë e kënaqshme, jam shumë krenare për punën time që e bëj dhe jam shumë e kënaqur që mund t'i ndihmoj edhe rrjetit tim, komunitetit aty ku jetoj, e sidomos grave. Çka kishe bërë në të ardhmen, çka kishe ndryshuar diçka, me çka kishe filluar ndoshta ndryshe prej boronica? Po tash unë çdo vit kam produkte të reja, viti i jashtëm, vitin 2024 mendoj që të kem spakt edhe produkte të reja.
ku pritën shpejti të kemë disa makineri dhe nga aty do të fillojnë produkte të reja të cilat nuk gjenden në tregun e Kosovës dhe do të shijojnë domethënë në tregun mobil kur t'i vi këto produkte. Cili është ka një mesazh për krejt gratë që janë kështu si ti, po dhe ato që dojnë me fillu mu marrë me bujqësi? Po, unë mendoj se çdo grua e cila ka një pasion le të fillojnë, por s'pari të keni përkraje nga familja aty ku jetojnë dhe rreti dhe pastaj institucionet, sidomos neve duhet në përkrajen edhe institucionet duke filluar nga komuna, ministrit, se më shumë po gjejmë përkraje nga organizata, kështu që i falenderoj të gjithë ata që më kanë ndihmuar dhe janë një kraj i fortë i imi dhe janë duke më përcjellur çdo vit. Kështu që kam pasur edhe investime të mëdha, sidomos në fëmijët qysh veç nga viti 2015 nuk do të ndalem dhe shpresoj se shpejti do të shkojmë edhe në eksport. Faleminderit shumë që i ndave këto me ne. Gjithat mirat.